Të premten, shqiptarët e Luginës e Preshevës do të dalin të protestojnë për të kërkuar avancimin e të drejtave të tyre si minoritet në Republikën e Serbisë. Protesta në Preshevë do të fokusohet në disa kërkesa si rikthimi i lapidarit të UÇPMB-s në qendër të qytetit, ndalimi i arrestimeve dhe të proceseve të montuara, por dhe përmirësimi i gjendjes në arsim dhe shëndetësi të shqiptarëve të Luginës. Për të diskutuar më shumë për këto tema, në studio kemi të ftuar kryetarin e Fondit Humanitar për Luginën e Preshevës, Xhelal Mehmeti, bashkëorganizatori i protestës së nesërme në Preshevë. Zotri Mehmeti, mirë se erdhe në studio në RTS. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Fillimisht, si e cilësoni gjendjen aktuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës? Gjendja në Preshevë është një gjendje shumë kaotike. Jemi një minoritet të cilët fare pa drejta dhe kemi një shpërngulje në heshtje. Presheva pothuajse në këto vitet e fundit është zbraz total dhe kjo është edhe arsyeja ku kemi një sër kërkesa dhe pakënaqësi të popullatës në atë pjesë që po jetojmë dhe për këtë arsye është organizuar një protestë ku iniciimin e kësaj proteste e ka OVL-ja UÇPMB dhe ne OJQ tjera ju kena bashkangjitën kësaj proteste duke menduar se në këtë formë do të kemi mundësi mi shpreh brengat tona të cilët janë të shumta. Ndalemi të lapidari UÇPMB-s. Nëse kërkesa juaj nuk zbatohet, a do të rivendosni përsëri pa e pyetur fare institucionet atje? Unë mendoj se gabimet të tilla më nuk do të ndodhin, çka ka ndodhur herën e parë. Ne kena me kërku lapidarin sa është drejta jon, ku do të vendohet lapidari, si do të vendohet, do të mirë një vendim institucionalisht, me një farë kuptimi mos t'i anashkalojmë institucionet se ashtu edhe ka ndodhur. Unë du kryem vete ai lapidar dhe ashtu edhe u tërhoq. Kështu që ne kërkojmë lapidarin, pa nuk ka veç lapidari ajo e cila do të na zgjidh problemet e tona. Ne kena probleme ekzistence atje, nuk kena në arsim, në shëndetësi. Në gjitha sferat ku një minoritet i vyn apo një popull i vyn me një shtet me jetu neve të tërë ato na mungojnë. Kështu që edhe nëse na kthej lapidari, nuk do të thotë se do të ndërprehet aty protesta për arsye se na u plotësuan kushtet. Jo, kërkesat tona janë të shumta, janë shumë më elementare se vetë ai lapidari që është. Mendoni se me protestën e nesërme do t'i përmirësoni kushtet e qytetarëve shqiptarë që jetojnë atë pjesë? Po ne mendojmë se me këtë protest, edhe nëse nuk arrim qëllimin ton për realizimin e gjitha kërkesave, do t'ja tërheqmi vëmendjen politikanëve ton që ne ta përmirësojmë politikbërjen atë pjesë shqiptarëve, siç e thekëm edhe këtu, do thotë ka ndal proceseve të montuara. Në Preshevë ka procese, në Luginën e Preshevës ka procese të montuara, ku janë ato që e binë me një situatë skandaloze. Cilat janë këto procese? Anaj sharon për shikus? Për çfarë proceset montume? Janë po procese shumë të rëndësishme. Duke fillu prej fillim vitit 90-s, ne kena pas një referendum gjithë popullor me drejt bashkangjitje në Kosovë. Mandej është marrëveshja në 2001 marrëveshja e UÇPMB-s, është në 2006 ku kanë dalë me një platformë të millëfirë përbashkë dhe është miratuar në qeverinë dhe në parlamentin e Serbisë. Mandej kena platformën e 2009-s, mandej është platforma në 2013 ku 7 pikëshët janë gjitha partitë përbashkë kanë marrë atë vendim, kanë dërguar në Beograd dhe ajo është miratuar edhe prej parlamentit dhe prej qeverisë, po kur nuk është zbatuar. Tash kur e marrëm asociacionin e fundit që u zgjodh bashkia e këtyre komunave, të lënë të kuptoj a është vetëm diçka që është u bën një proces i montuar, apo me të vërtetë ai besoni se do të zgjidhë problemet e juaj asociacioni? Unë kisha besuar që do të kishte zgjidhur problemet nëse kish bën në formë më të mirëfillte, jo në këtë formë në cilën është bën. Do thotë u bën u shpall një bashkësi e komunave pa pëlqimin apo pa bashkëpunimin e Prishtinës dhe Tiranës, ku ato janë dy shtete anë tonët, mandej pa bashkëpunimin e ndërkombëtarëve, thjesht është gut me një proces shumë të shpejt, me një datë shumë të shpejt, ku e dim se me 13 shtator ka pasur para zgjedhore kanë qenë zgjedhjet parakoshme në Medvegjë. Do thotë atë ditë shumë me 12 shtator asnjë këshilltar i komunës Medvegjës nuk ka marrë pjesë. Skandali tjetër është. A nuk janë ftuar apo nuk i di pse. Tash kur një politikan nuk del të na japë sqarime pse po ndodhin këto gjëra kështu. Mandej ditën e gjeshme vetë kryetari i komunës Nikosish dhe kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve dhe Jonas Musliu në kuvendin nuk ka mund me aprovu këtë asociacion të cilën ditë më parë e kanë botu 3 komunët përbashkë në Prishtinë, nëse nuk mundet mu miratu. Kjo të lënë të kuptoj çka është u lëviz këtu. Kështu që ka proceset të montuara shumëta që neve janë të na çu drejt skandaleve apo drejt shpërnguljeve ku kur një kërkesë
nuk u realizu e jonja A do tjetë një prej kërkesave dhe përdorimi i dy gjusisë? Për shkak që përmendet një platformë 2013 dhe një 7 pikësh. Aty parashihet edhe përdorimi i dy gjusisë. Ka informata dhe nga atjes që nuk është duke u zbatu në për institucion. Definitivisht nuk është duke u zbatu. Ne jemi të e bo një protest pak knatësisë madhe, kurse kërkesa atë shumë ka, sa që me një protest nuk mundin 30 kërkesat i paraqitim se ata më nuk do të dalim më serioze, kurse kërkesa ka të shumë të se nuk kemi asgjë si minoritet atje. Ne si fond humanitar mbram kena dal me një letër të hapun ku unë si kryetari i fondit, brenda këtyre 2 viteve të fundit kam pas mbi 50 fluturime apo më mirë them mbi 100 takime me diplomatë ndërkombëtar rreth çështjes Preshevës, Bjanus, Medvegjës dhe prami kam drejtuar me një letër të hapun gjitha institucioneve, duke filluar prej Parlamentit Evropian, diplomacisë ndërkombëtare në Beograd, qeverisë shqiptare, qeverisë të Kosovës, duke njoftuar për gjendjen aktuale e cila është në Lugin Preshevës dhe për protestën e të nesërme që do të mbahet ku do ta shprehim pak natësinë tonë. Një prej shqetësimeve të qytetarëve atje shqiptar është edhe lëvizja gjendarmerisë ose forcave të ushtrisë të Serbisë. Ta keni edhe këtë si kërkesë që është më kryesorja për... Ndalë dhunën, duke u nisën prej viteve 2000, ne kena biznismen që janë zhduk. Kena 2 biznismen të cilët janë zhduk, kur më nuk o zdonë përgjithësi për ato. Mandej, gjendarmeria tërkohën është në qarkullim në lëvizën mes qytetit. I banë qytetarë që të friksohen për kësojnë. Ma e keqë është, më në kulmin ku bashkëdhëtarë prej Mërgatës vinë Preshev, gjendarmeria provokon me lëvizjet e tyre andej këndej, dhe kjo është një ndër kërkesat ndalë dhunës, se kjo po krijon në dhunë. I kthehemi pak shkollave. E kemi pa dhe jemi njoftuar që kemi të lasha atje me tekste shkollore në gjuhën shqipe. Kemi pas që i kanë shtrëmbru për shembull, po flasim për abetaren e Dima herët që është konfisku prej policisë serbe. Tani kemi një lëvizje tjetër, Ministri i Arsimit ka shkuar në Preshev dhe ka sjell një kontingjent me libra. Qysh po qëndron situata do të thotë në shkolla? Prapë edhe kjo ndërlidhet me ata ndal proceseve të montuara. 2012 i kanë futur në Preshev dikund me 1000 libra ku janë konfiskuar nga gjendarmeria serbe. Këto libra, për dallim para 2-3 viteve, këto libra kanë hyrë në një proces pak më legal, librat janë futur në Serbi, po prapë kjo të lënë të kuptojë është një proces i montuar që ka të bëjë me bisedimet e Brukselit mes Serbisë dhe Kosovës dhe neve si minoritet na kanë vënë si login me një farloje, librat kanë hyrë. Pa, a do të përdoren ato libra? Mandej, a do të hinë procesin shkollor, ku arsimtari ka drejt autorin e librit, tekstin e librit me shënuën, si mësimdhënës që i kanë dhënë nxënësve mësim me autorin, me shkrimin e atij autori. Do të thotë mund të jetë një lojë që ato nxënës mund të marrin librat, kanë të drejtë të marrin libra, por nuk kanë drejt ta vijojnë mësimin me ato libra. Nëse kjo do të ndodhë, atëherë mund të them se asgjë nuk kanë bë. Sa për të lexuar tekste, sot kena një teknologji që do të kemi mundësi vetëm i shkarkuar të teksta të krijt. Neve na vjen diçka legale. Neve na vjen që nxënësit e tonë me mësuar me ata. Nuk na vjen vetëm se oratori para elektoratit vet se çka është çka janë të bën ato për neve mirë, kurse anën tjetër nuk zgjidhin kurrë fare problemi në asnjë proces. I kthehemi edhe një pyetje përfund sepse jemi në edicion të lajmeve. Kishim pas edhe pyetje tjera, sigurisht në emisione tjera do të jeni i ftuar më gjatë në RTK. Me emigrimin e shqiptarëve. Pyetja ime është kështu. Çka do të bëni ju si fond që qytetarëve shqiptar atje t'i ndaloni që të mos emigrojnë dhe a keni përmend, a keni kërku të institucionet e juaja, të partitë shqiptare atje që të diskutohet kërkesa marrjes së shtetësisë. Qytetarët e Luginës që jetojnë në Kosovë, sipas informatave që kemi ne dhe ka qenë edhe informat nëpër media, ju është marrë shtetësia nga qeveria e Serbisë. Janë shli. Do të thotë qytetarët tonë mungesë që janë në Preshev, si ato që jetojnë në Kosovë apo në vise tjera, apo mërgjimtarët që jetojnë jashtë Serbisë, heshtazi fshihen prej regjistre. Do të thotë ato qytetarë nuk figurojnë më shtetas të Serbisë, nuk kanë më drejt votime, nuk kanë thjesht i jeket legitimiteti i atij shteti. Sa i përket asaj pyetjes më hershme, ne si fond humanitar Kosovës Lindore për Preshev, Bjanus, Medvegjë, me Selit së Zvicrës, bëjmë aktivitete tash 18 vite, prej 1997, këna ndihmuar pa luftë, gjatë luftës e mas luftës, po aksionin e fundit ta cekja ajo,
kena marrë aksionin ndërtimin e 100 shtëpive. Me motën tonë, me sloganin të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Ku tash kena arrit brenda një vitit. Keni arrit me ndalu numrin që mos me shtëpi. Në Medveç kemi pak qytetarë shqiptarë që kena ndërtu dikun 4 shtëpia, mirë po nuk është kjo ajo që të ta parandaloj shpërngulin, edhe pse 51 shtëpi kanë ndërtu brenda një vitit. Në Preshev ka shpërngulje shumë të madhe. Do të thotë neve na vjen kjo politik duhet ta ndryshojë modalitetin e politik bërjes se kjo është të e çu Preshevën në shfarosje, në zhdukje e sipër. Kjo që nuk ka më mundësi. Ju jeni fajet partive shqiptare? Keni fjalën për parti shqiptare? Mas gjithë atyre që i ceka, so herë platforma kanë miratu edhe janë pranu në ndërkombëtarisht edhe kur nuk u zbatu asgjë, kjo të lënë të kuptoj se ashtu të bën një keq politik bërje në atë pjesë, por ndryshe s'paku do t'i kishmi disa drejta në atë pjesë. E jo bashkë në këtë formë cilën këna mbet. E kjo më e fundit me 12 shtator u miratu asociacioni, me 13 shtatori nuk i kanë lënë motivat me hi qytetarët e Medvegjës brenda. Kjo të lënë të kuptoj se çfarë proceset montume ashtu ndodh loginën e Preshevës. Dhe kjo definitivisht që nuk ka me pas zgjidhje nëse nuk ndryshon një politik bërje pak më ndryshe se kjo shka janë të montash. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë që ishte ndërtuar. Faleminderit që na vat këtë hapësirë dhe faleminderit për kontributin që vepni për Preshevë dhe Anos Medveç. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu është mbusim linjën me kanalin e parë, ndërsa edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera në RTK3. Qëndroni me ne.